Okej, po fillojmë me këtë workshop dhe do t'ju lutesha që të ishit të vëmendshëm, do të bëj share screenin dhe do të dali përpara jush një file, sigurisht që do të punojmë me këtë file, edhe një herë nëse keni pyetje, nëse do të keni pyetje, patjetër që synimi është që të mësojmë sa më shumë, por me siguri që dalin edhe pyetje her pas here, nuk është e çuditshme që të dalin pyetje. Thjesht keni parasysh që gjërat nuk mësohen thjesht me një të thënë, por mësohen duke i kaluar dhe rikaluar disa herë. Ashtu siç thot një fjalë e urtë e popullit shqiptar, përsëritja është mëma e dijes, edhe neve të njëjtën rutinë do të ndjekim që duhet i përsërisim gjërat për t'i mësuar. Sot do të merremi specifikisht me analiza dhe do të automatizojmë procese tabelare. Fjala duket si një fjalë shumë e madhe, por realisht është një nga ato fjalë e cila të nevojitet më shumë se sa çdo gjë tjetër në punën tënde. Pse? Sepse në momentin që ti do jesh në punë, në momentin që ti do bësh diçka që ka lidhje me Excelin, ajo që shpesh kërkon është që disa procese të jenë automatike. Pra do doja që të mos ishe ti që i bëje ato, por të ishte vetë Exceli që i bënte për ty, edhe patjetër që kjo quhet një dinamizim i proceseve tabelare, që do të thotë ti marrësh tabelat dhe ti kthesh nga manuale në tabela automatike. Do të merremi specifikisht me disa gjëra thelbësore, shumë prej tyre ndoshta dhe nuk i keni parë asnjëherë. Nëse juve keni probleme me Excelin dhe ende jeni në fazën fillestare, sigurisht që kjo video nuk përmban gjëra të nivelit fillestar, përmban gjëra të nivelit mesatar e sipër. Do t'ju lutesha që të hyni në faqen e Step Prishtinës dhe të shikoni leksionet dhe ligjëratat që janë pikërisht për gjërat bazike, nëse nuk i keni njohuritë e mjaftueshme. Ama gjithsesi mund të rini dhe të dëgjoni dhe të shikoni se çfarë mund të bëjë Exceli realisht nëse neve atë kthejmë nga niveli manual në një nivel automatik. Dhe gjëja e parë që do të shohim sigurisht që është formatimi standard. Në radh parë dua që të shikoni se kemi një tabel dhe kjo tabel është e formatuar. Ju do të thoni çfarë është e formatuar, çfarë do të thotë e formatuar. E formatuar do të thotë që un kam të dallueshme brenda tabelës, cila është rreshti i kokave të tabelës, ose në gjuhën angleze është headers. Dhe në rastin konkret, headers është rreshti i parë, është plotësisht i dallueshëm nga pjesa tjetër e tabelës me një ngjyrë tjetër, është e theksuar, është e formatuar, nga ana tjetër konturet e tabelës janë të mirë përcaktuara. Pra në vetvete kjo është e formatuar si tabel, dhe tabela si njësi të vetëm patjetër që ka 3 element, në fakt janë 4, por 3 janë ato më të dallueshmit e një tabele. Së pari ka rreshta, së dyti ka kolona, që kolonat janë me shkronja, ndërkohë që rreshtat janë me numra. Së treti ka një qëllim, çdo tabel që ti krijon ka një qëllim. E meqense të treja këto ecin në çdo analizë të dhënash që ju do të bëni, sigurisht që keni parasysh që tabelat tuaja të jenë të mirë përcaktuara nga pikpamja e rreshtave, shtyllave dhe qëllimit. Dhe sigurisht që entiteti i fundit që nuk para përmendet është formatimi i tabelës. Formatimi që po flasim është një formatim manual. Tabela nëse unë do ta ktheja në gjendjen e saj fillestare, pra do t'i fshija të gjithë elementet e saj, do t'i fshija formatimin, do t'i fshija konturet, do t'i fshija edhe theksimin. Dalloni pak me vëmendje që kjo ka qenë tabela në gjendjen e saj fillestare, një tabel e cila nuk duket si tabel, madje edhe po ta kalosh në printim, nëse unë do klikoja file print, do shikoni që në momentin që unë kaloj në printim, ajo nuk duket si një tabel, por duket më shumë si një grumbullim të dhënash. Por konkretisht, sidomos gjatë leksioneve që kemi shpjeguar më përpara, neve jemi marrë me formatimin manual të tabelës. Dhe formatimi manual i tabelës sigurisht që ha shumë kohë. Pse? Sepse ti duhet të fillosh me radhë, të selektosh tabelën, ndoshta ta selektosh dhe automatikisht me anë të komandave të tastierës, për shembull, CTRL-A do të selektonte të gjithë tabelën, të gjithë të dhënat, pra rreshtat dhe shtyllat që kanë të dhëna. Nga ana tjetër do t'i jepja konture dhe shikoni se sa kohë manualisht që ti të formatosh një tabel, pastaj do merja kokën e tabelës që është rreshti i parë, zakonisht aty vendosen
shkokat e tabelës që nuk janë gjë tjetër veç se emrat e variablave të kësaj tabele, ku secili variabël ka një tip të vetin specifik. Për shembull, variabli ID ka tip numerik, variabli emri plot ka tip text, variabli data e fillimit të punës ka tipin dat, apo variablat të tjerë që ka variabël numerik me presje, apo dhe variabël list. Gjithsesi, unë nuk dua të ndalem në këtë pjesë, dua të ndalem më shumë tek ajo pjesa në të cilën shikoni se sa kohë më duhet që unë të bëj formatimin manual, dhe sigurisht që formatimi manual është i bezdisshëm dhe i lodhshëm në qoftë se tabelat e tua nuk janë kaq të vogla sa që është kjo tabel që ne po shohim, por është një tabel e cila përmban një numër shumë të lartë rreshtash dhe shumë të lartë kolonash. Ajo që do të shohim si kontekst të parë në automatizimin e proceseve tabelare është pikërisht krijimi i një formatimi standard, pra në vend që ta zgjedhim neve manualisht formatimin, do ishte mirë që të gjenim një mënyrë që formatimin ta bënte vetë Excel, dhe sigurisht që ka një mënyrë. Ndodhet te komanda home, më falni, dhe te komanda home ndodhet një nën komand që quhet nën komanda format stable. Përpara se sa të aplikohet nën komanda format stable, ajo duhet të marrë parasysh disa gjëra që ti duhet i kesh thelbësisht në tabelën tënde. Në radhë të parë, unë doja heq komplet formatimin sepse nuk dua të qëndroj në formatim manual, pra do ta kthej sikur s'kam fare formatim, sikur është gjendja fillestare, megjithëse mund të bëhet dhe nga gjendja në të cilën jemi, po unë dua që ta shikojmë pikërisht nga kjo gjendje në të cilën s'kemi as filtra, as konture, as formatim teksti dhe as një gjë tjetër. Dhe kjo tabel, pasi e kemi ndërtuar, le të themi strukturalisht, tani lind nevoja e dytë që ta formatojmë. Dhe formatimi fillon gjithmonë me këtë hap. Selektoni të gjithë të dhënat që dëshironi të formatoni. Shkoni te qeliza e parë, meqense rallafa qeliza është pikërisht njësia ndërtimore e tabelës. Me atë ndërtohet një tabelë, secila qelizë ka një adresë, ka një kolon përkatëse me shkronjë, ka dhe një rresht përkatës me numër, pra është A1-shi, nga ana tjetër është A21-shi si rreshti fundit i kësaj kolonës A. Normalisht identifikohet në pjesën adresare që është lart, dhe unë pikërisht do të shkoj te qeliza A1, pastaj nga tas tjera do të klikoj CTRL-A, që nuk do të thotë gjë tjetër verse Control All, që do të thotë do të selektoj të gjitha të dhënat e tabelës sime. Dhe pasi i kam selektuar të gjitha të dhënat e tabelës sime, ky është hapi i parë, selektoj të gjitha të dhënat e tabelës sime, shkoj te komanda home, dhe te komanda home shkoj te nën komanda format stable. Dhe kur klikoj aty tek format stable, më dalin një seri të dhënash ose stilesh të cilat mund të më shërbejnë pikërisht për tabelat e mia. Dhe këto janë stile të përcaktuara nga vetë Exceli, ti mund të zgjedhësh njërin prej tyre, mund t'i ndryshosh, do t'i shohim saktësisht se si veprojnë me to, dhe do të shohim se cili është qëllimi realisht i një formatimi standard, sepse ky quhet formatim standard sipas stileve të mirë përcaktuara nga Exceli. Dhe nga kjo anë pikërisht që duhet pasur parasysh që formatimi do ndjeki pikërisht atë stil që ti zgjedh. Dhe nëse unë zgjedh pikërisht stilin e kuq, ja vetë dhe klikoj, do më dalin një dritare në të cilën lindin dy pyetje. Menjëherë, pyetja e parë është cili është burimi i të dhënave, dhe meqense neve e bëm zgjedhjen e burimit të dhënave që në fillim s'kemi nevojë ta bëjmë rizgjedhje, por nëse nuk e kemi bërë, klikojmë tek kjo butoni kuq dhe tani kemi mundësi të selektojmë burimin ton të dhënave, që është e njëjta gjë, klikojmë enter. Dhe pyetja e dytë që të ngrihet, që ti duhet ta çekosh ose jo, është a ka tabela jote koka tabele ose headers anglisht. Dhe ne dim që ka, sepse e njohim pikërisht rreshtin e parë si rreshtin e kokave të tabelës ose variablave të tabelës. Pasi janë plotësuar këto dy kushte, unë klikoj OK dhe do të shikoni që automatikisht tabela ime merr formatimin përkatës që unë zgjodha si stil. Tashmë jam në kushtet e një formatimi standard me një stil të përcaktuar. E meqense kam hyrë në kushtet e formatimit standard, ta dini që nëse unë shkoj dhe klikoj brenda tabelës, më është aktivizuar një komand që quhet komanda design, që më përpara nëse i bëja undo, nuk ishte e aktivizuar. Tani që është e aktivizuar, normalisht po i bëj ridur, shikoni me vëmendje sa herë unë ndodhem në momentin
kësaj tabele që është tabel me stilin e veçantë që unë kam zgjedhur, tani është momenti që unë mund ta ndryshoj stilin. Si mund ta ndryshoj? Duke hyrë brenda tabelës, duke klikuar në një nga qelizat, dhe pasi klikon në një nga qelizat, shkon te komanda design dhe bën përkatësisht një zgjedhje çfarë të duash, po pa e klikuar, në mënyrë që ti të vësh re se si ndryshon dinamikisht formati që ti zgjedh. Pra shikoni, formati ndryshon automatikisht formatin e tabelës suaj. Dhe unë mund ta ndryshoj dhe të zgjedh për shembull këtë jeshilën. Tani dalloni pak me vëmendje atë që ka ndodhur. Formati që është zgjedhur ose stili që është zgjedhur, që quhet stil standard, përmban pikërisht rreshtin e parë ose kokat e tabelës me një ngjyrë të gjelbërt që është edhe e theksuar, ndërkohë që rreshtat më poshtë i ka, le të themi, me format të ndryshëm për qelizat teke dhe çifte. Shikoni që është gri kryesisht për qelizat çifte, ndërsa për qelizat teke është e bardhë. Dhe sigurisht që në fund të gjithë historisë neve shohim se kjo tabel tashmë është e formatuar, ama kësaj tabele sigurisht që mund t'i bësh ndryshime. Jemi duke bërë ndryshime automatike në të cilat ty të duhet të ngjyrosësh, të theksosh gjëra apo të ndryshosh formate në trajt manuale. Gjithçka bëhet automatikisht. Dhe në rastin konkret, pikërisht te kjo tabel, keni një listë nën komandash, poshtë komandës design, që merret posaçërisht me kokën e tabelës. Pra nëse ti do t'ja shfaqësh kokën e tabelës apo jo, shikoni nëse unë bëj check ikën koka e tabelës, por neve na duhet koka e tabelës për rrjedhoj mbajeni kokën e tabelës. Lind pyetja, a kërkoni një rresht që të quhet rreshti total, dhe jo në pak raste kur ti ke tabela, të duhen rreshta në të cilat të bësh vlerësime ose analiza statistikore, siç janë shkruma, numërime apo gjëra të ngjashme. Dhe nëse unë klikoj dhe checkoj total row, shikoni që në rreshtin 22 më shfaqur pikërisht një rresht që i përket saktësisht rreshtit total. Dhe ajo ka nxjerrë madje edhe një gjë, po ne do të merrem me rreshtin total pak më mbrapa. Shikoni që kam edhe një nën komandë tjetër që quhet nën komanda bandit rows, dhe nën komanda bandit rows ka të bëj pikërisht me formatimin e rreshtave tek dhe rreshtave çift. Nëse unë e kam të çekuar, unë kam formatim dy fish nga një rresht në tjetrin, por nëse unë e uncheckoj, formatimi është unik për të gjitha rreshtat. Pra që do të thotë nuk kam formatim të ndryshëm qelizat teke edhe çifte. Dhe nëse e checkoj, shikoni që mua më formatohen qelizat çifte me një ngjyrë tjetër sipas stilit që unë kam zgjedhur. Po e heq këtë format, sepse nuk dua që ta kem me rreshta të veçantë, duhet her pas here sigurisht që të ndihmoj për të identifikuar njëri rresht nga tjetër. Bini re që është komplet automatike. Nuk ka asnjë proces manual në këtë që po bëjmë përveç procesit të klikimit, që ky proces i klikimit do të ishte kudo në çdo zgjedhje, po neve as po selektojmë, as po modifikojmë diçka nga tabela jonë, jemi thjesht duke bërë përzgjedhjen të saktë të stilit edhe të opsioneve që na jepen në atë stil. Mund të ndryshojmë kolonën e parë, nëse unë klikoj first column, shikoni që ajo merr një ngjyrë të përcaktuar dhe te stili përkatës shfaqet pikërisht kjo gjë sepse e kam checkuar first column. Të njëjtën gjë mund ta bëj edhe për last column dhe shikoni dhe rreshti kolona e fundit e merr përkatësisht atë stil që ti ke zgjedhur. Dhe nga ashtu siç kisha bandit rows, mund të kem dhe bandit columns, që do të thotë kolonat shifte dhe kolonat teke marrin ngjyra të ndryshme. Unë do të heq bandit columns, do të heq last column, do të heq dhe first column, do ta lë tabelën në këtë trajt dhe do ta quaj këtë tabelë, le të themi, të formatuar në trajt standard. Të mirat e kësaj tabele janë të jashtëzakonshme. Quhet formatim standard, quhet formatimi i tabele në formën e dur ashtu siç do Exceli, dhe në fund fare ty të hyn në punë në çdo punë që bën. Dhe arsyet pse ka të mira dhe avantazhe është sepse nëse ti do kishe një tabelë jo të formatuar në trajt standarde, pra të kishte një formatim si një tabele Excelit, ty do të duhej me radhë të shkruaje formulat përkatëse, të bëje përkatësisht këtë rreshtin total. Por nëse shkon tek rreshti total, shikoni që çdo qelizë rreshti total
në vetvete ka një drop down ose list. Pra nëse unë vete te këto vitet e eksperiencës dhe klikoj te kjo lista, shikoni që aty më dalin funksione specifike dhe funksionet janë funksione mesatare, numërim, numëron numrat, maksimumin, minimumin, e kështu me radhë, shuma e të tjera mund të shtosh funksione pa fund. Për shembull, nëse unë dua të bë pikërisht tek rreshti i totaleve, mesataren e viteve të eksperiencës, mjafton të zgjedh average dhe ajo më nxjerr mua saktësisht mesataret e viteve të eksperiencës. Dalloni që unë nuk jam duke bërë asnjë formulë, është gjithçka automatike thjesht me zgjedhjen përkatëse. Mund të bëj numërim, për shembull të shkoj tek emrat e personave dhe t'i jap count dhe në rastin konkret ajo numërimin dhe unë ja tek i kam pikërisht këto të dhëna që quhen të dhëna totale dhe kam sa është numri personave, sa janë vitet e eksperiencës mesatare dhe sa është totali i pagave që kam pasur. Por nuk është vetëm ky avantazh. Avantazh tjetër është që nëse unë bëj një shtim jashtë kësaj tabele, për shembull në kolonë ose në rreshtin përkatës, e mira e kësaj tabele është që vazhdon formatin që ti ke pasur dhe ti nuk ke nevojë ta rindërtosh atë format. Për shembull, nëse unë vete dhe shkruaj këtu një identitet dhe të them qyteti nga i cili është ky banor. Kjo tabelë është një tabelë me të dhëna të rastësishme të punojësve të një kompanie dhe në rastin konkret unë do të shtoj dhe qytetin në të cilin ndodhen këta njerëz. Dhe në rastin konkret supozoj se të gjithë këta ndodhen në Prishtinë dhe janë nga Prishtina, mund të jenë nga qytete të ndryshme, po unë do e marr për thjeshtësi punë, do ta shkruaj thjesht Prishtinë të parin. Dhe në momentin që unë të shkruaj Prishtinë në këtë elementin e personit që e ka emrin jeton, pasi të klikoj enter, shikoni që automatikisht mua më vazhdon formati i më përparshëm dhe e njëjta gjë ndodh edhe në rreshta nëse do të bëja. Dhe Prishtina plotësohet pikërisht te personi përkatës dhe unë mund të vazhdoja dhe të plotësoja çdo të dhënë tani, por formati do të mbetej i njëjtë me atë format që kisha. Më duhet të ndryshoj sepse ajo headerin e konsideron pjesë të tabelës dhe unë duhet ta ndryshoj emrin e headerit përkatës nga kolona 1 që ajo e ka vendosur në mënyrë automatike në emrin tim përkatës që mund të jetë qyteti. Por dalloni pak me vëmendje. Kjo është në rastin kur ti thjesht fut manualisht të dhëna që kanë lidhje me një qytet. Por nëse ti aplikon një formulë, ajo do të aplikohet automatikisht në çdo qelizë që do të jetë në tabelën tuaj. E mira e formatimit dhe avantazhi i formatimit standard është pikërisht që një formulë në vetvete mund të bëhet aplikim në të gjitha rreshtat e tabelës, edhe pse ti e jep në një rresht të tabelës. Në fund të historisë, neve shpesh përdorim konceptin drag, në të cilin duhet të shkojmë te qelizat, të vemi atje ku na bëhet mausi në formën e një plusi të zi të holl dhe pastaj të bëjmë rëshqitje të asaj të dhëne dhe do na plotësoheshin në rastin konkret të gjitha të dhënat tona, supozojmë se janë Prishtinë, të gjithë ja tek janë. Mund të bëja dhe double click, po ta bëja undo, mund të bëja dhe double click dhe ajo do më plotësonte vetëm të dhënat përkatëse për rreshtat që unë kam vlera. Po, supozoj se do shtoj një kolon të re dhe kjo kolon e re nuk do jetë një kolon manuale me shkrim tekstor, por do të jetë një formulë dhe le të supozojmë se duam të shohim a është paga e lartë apo jo, do të aplikoj një funksion pikërisht te qeliza M2 dhe këtu do të shkruaj barazi, në qoftë se do i them dhe është funksioni if. Kjo roga këtu që është te kolona te qeliza K2 është më e madhe se sa 500, kjo është ajo që jam duke shkruar, dhe tani do t'i them, në qoftë se kjo është e vërtet, pra që roga është më e madhe se sa 500, do t'i them që kjo rogë është e lartë, brenda thojzave shkruhet kushti i parë dhe pastaj në qoftë se është më e vogël se sa 500, pra shkrau tjetër i funksionit if, do të shkruaj i ulët. Dhe dalloni me vëmendje që në qoftë se unë tani do të klikoj, kam vendosur një thonjës të panevojshme aty, mbyll klapën, në qoftë se unë do të klikoj enter, dalloni që aplikimi i kësaj formule nuk do të jetë vetëm tek qeliza M2, por do të shpërndahet në të gjithë qelizat e kolonës M. Kjo është pikërisht e mira e funksionit tabelar standard. Shikoni që dolën përkatësisht se si janë statistikat e rrogës, pra si shfaqet
rroga në rastin konkret. Është një variabël i ri që sapo e shtuam dhe ky variabël u shpërnda në të gjithë tabelën tonë në mënyrë automatike, mjafton që ta shkruaje në rreshtin e parë. Pse? Sepse tashmë ajo nuk e konsideron si qeliz entitetin që ti po bën formulën, por e konsideron si variabël. Dhe në qoftë se ti bën një aplikim për katës, ajo sigurisht që aplikimin për katës e bën me emrin e variablit. Shikoni, është @roga dhe roga për neve është një kokë e tabelës. Ky është formatimi standard, e thjeshtëson shumë punën, ju a kthen tabelat në tabela lehtësisht të manipulueshme, ju a ndryshoni formatin si dëshironi, madje mund të kaloni deri në atë fazë në të cilën kur ndodheni brenda tabelës, shkoni te komanda design, te këto stilet mund të bëni dhe një stil tuaj të përkatës me ngjyrat që ju pëlqejnë ose me gjërat që ju pëlqejnë. Klikoni tek New Table Style dhe tani pasi ke vënë vendosur New Table Style, i vini një emër dhe po kod stili im si emër tabele. Si emër stili. Shikoni që stili fillestar nuk ka asnjë formatim dhe në rastin konkret ajo pyet çfarë do që të sepse këtu janë elementët e tabelës dhe në rastin konkret për të gjithë tabelën, si kërkon ta formatosh ti vetë dhe klikon për të gjithë tabelën, jap format dhe pastaj do më dali një dritare. Shikoni që do dali një dritare pasi klikoj. Kjo është dritare e formatimit në të cilin formatohet shkrimi, formatohen konturet, formatohen dhe mbushja tabelare. Në rastin konkret unë mund të formatoj konturet dhe t'i themi dua me këtë vizë, i dua me ngjyrë të kuqe supozoj dhe dua të jetë e konturuar në pjesën anësore dhe në pjesën e brendshme. Pra le të themi ky është konturi që dua, ndërkohë që në pjesën e brendshme dua me viza pak më të holla, ndërkohë që pjesa e jashtme të më jetë me viza më të trashë. Dhe kur klikoj OK, shikoni që tashmë ajo që e kisha të paformatuar më merr një stil të ri që ka të bëjë pikërisht me të gjithë tabelën, si do ndryshoj formatimi. Pastaj lind pyetja për rreshtin e fundit total row, si do e bëja? Unë do veja do zgjidhja format. Nuk do merresha me konturin, megjithëse mund të merrem me konturin dhe t'i them e dua konturin të trash ansor dhe i jap një fill në rastin konkret, supozoj se do e bëj me ngjyrën gri dhe klikoj OK. Shikoni që në rastin konkret pikërisht ajo zgjedhje që bëra u aplikua. E dyta, një tjetër gjë që do bëja ndryshim është header row, që do ishte koka e tabelës, do t'i jepja format dhe në rastin konkret do t'i ndryshoja ngjyrën dhe ngjyrën do ta bëja, nuk e di, do ta bëj të verdhë që të jetë të dukshme, do ndryshoj dhe tipin e shkrimit që të jetë bold, i trash dhe nuk do i ndryshoj që të jetë. Klikoj OK dhe shikoni që tashmë ky është një stil i ri, nuk ekzistonte në stilet që ishin më përpara në tabelat e mia. Klikoj OK dhe pasi ti klikon OK, tashmë në listën e stileve të tua shtohet dhe ky stili yt që ti e ke shtuar. Dhe nëse ti klikon atje, shikoj që tabela jote thehet pikërisht në atë format që ti zgjodhe që ishte formati yt specifik. E kështu, me këtë pjesë mbyllim formatimin standard për të kaluar tek një formatim tjetër që i kthen gjërat automatike. Dhe këtu sigurisht që ka shumë gjëra për të folur, por unë do të ndalem në ato gjëra që janë më të rëndësishme. Do të flasim pak për formatimin e kondicionuar. Në rastin konkret, do kthehemi tek ajo tabele e cila është e përformatuar dhe supozojmë se ty në rastin konkret të bëhen pyetje për të dalluar elemente të caktuar të kësaj tabele me formate të ndryshme. Për shembull, mund të kërkohet që rroga më e lartë të jetë me ngjyrë të kuqe. Normalisht këtu ti e ke të shpërndarë, dallon lehtësisht që kjo është rroga më e lartë, ama ke tabela të tjera të cilat nuk e dallon dot kaq lehtësisht se cila është rroga më e lartë. Mund të jepet dhe të kërkohet për shembull që të ngjyrosësh me një format të caktuar të gjitha pagat që janë më të ulta se sa 500 euro. Pra, ky quhet një formatim i kondicionuar. Sigurisht që në qoftë se unë do ta bëja manualisht, do më hante shumë kohë. Ne po flasim për automatizim procesesh tabelare, që do të thotë në vetvete unë kërkoj të automatizoj gjëra që i bëj manualisht, sigurisht që i bën manualisht, fillon edhe me rrogat e ulta dhe i ngjyros me një ngjyrë të caktuar, duke shkuar, duke i zgjedhur, thua po kjo është rrogë e ulët, edhe e zgjedh dhe vazhdon me radhë. Por ky është një proces i lodhshëm, i stërmundimshëm dhe nga ana tjetër konsumuesi kohës që në kontekstin e punës gjithmonë është një nga gjërat më të nevojshme. Ta dini që do merreni gjithmonë
në punë se si ta shfrytëzoni maksimalisht kohën, madje edhe shefat që do të keni mbi veten tuaj, ata do të kërkojnë vazhdimisht që ju të shfrytëzoni maksimalisht kohën tuaj. Dhe shfrytëzimi maksimal i kohës nuk bëhet me procese manuale, por bëhet me procese automatike. Ashtu siç folëm për formatimin standard, do të flasim pak për formatimin e kondicionuar, që në vetvete nuk është gjë tjetër veç se një formatim specifik për qeliza specifike. Pra nuk është për tërë tabelën, edhe pse mund ta aplikosh për të gjithë tabelën. Në këtë rast, komanda që do të përdorim është komanda home dhe brenda komandës home është një nën komandë që quhet conditional formatting. Në rastin konkret, ti do të zgjedhësh kolonën në të cilën do të bësh ose qelizën në të cilën do të bësh një formatim të kondicionuar. Dhe supozoj se unë formatimin e kondicionuar do ta bëj tek kolona K ose tek qelizat K2 deri në K21. Në momentin që shkoj në këto qeliza, shkoj te komanda home, gjithmonë formatimi kondicionuar fillon në këtë trajt, hapi i parë është gjithmonë selektimi i të dhënave që ti kërkon ti bësh formatim. Pasi i ke zgjedhur këto të dhëna, normalisht shkon tek nën komanda conditional formatting. Dhe midis tyre të dalin shumë nën komanda, por unë sugjeroj, meqense dihet që aty ndodhen të gjitha listat e komandave, sugjeroj të shkoni pikërisht tek nën komanda brenda nën komandës conditional formatting që quhet manage rules. Kur ti klikon tek manage rules, dalloni që ju del një dritare. Dhe kjo dritare pyet çfarë rregulli kërkon që ti të aplikosh në rastin e kësaj selektimi që ti ka bërë. Dhe unë do t'i them në current selection, se mund t'i japësh edhe në të gjithë tabelën, në të gjitha faqet, ka shumë faqet, por unë duhet t'ja jap në këtë zgjedhje që kam bërë, kështu që do të them current selection, do t'i jap një rregull të ri. Dhe kur jap një rregull të ri, shikoni me vëmendje që më dalin një tërësi rregullash që mund të aplikoj. Dhe unë do shpjegoj disa prej tyre që janë më të rëndësishme, që janë më të përdorshme, janë ato që ju do përballeni më shumë nga të gjitha në proceset tuaja që kërkoni të automatizoni. Në rastin konkret, për shembull, unë mund të dua të ngjyrohet pikërisht vlerat më të larta dhe më të ulta, dhe pikërisht kjo është një two color scale, është stili two color scale, që do të thotë të gjitha të dhënat e mia do të ndryshonin me një ngjyrë nga vlera më e vogël tek vlera më e lartë. Në rastin konkret supozoj se vlera më e vogël do të jetë me ngjyrë të kuqe, ndërkohë që vlera më e lartë le të jetë me një ngjyrë jeshile. Dhe ajo që unë pres, po të shikoni preview-n këtu, atë që është parashikimi, është që vlerat më të ulta të jenë me ngjyrë të kuqe, ndërkohë që vlerat më të larta të jenë me vlerë me ngjyrë jeshile. Sigurisht që në vlerë mund të merret vlera përkatëse, po të klikoni përkatësisht këtu mund të merrni dhe vlera që juve kërkoni. Automatikisht zgjidhet vlera përkatëse. Pra nëse unë vetë dhe zgjedh numër, mund të vendos një numër dhe ta zgjedh atë numër përkatës. Pra në vend që t'i them lowest value, i jap një numër dhe shkruaj numrin përkatës, por nuk dua të merrem me numra, eksperimentoni vetë me këto gjëra. Do të merrem me një vlerë që gjendet automatikisht nga vetë Exceli, që është vlera më e ulët. Dhe klikoj OK. Dhe shikoni që në listën e rregullave që un kam, më është shtuar pikërisht rregulli graded color scale që është aplikuar saktësisht në restin ose në qelizat K2 deri në K21. I jap apply dhe shikoni me vëmendje që kjo që sapo unë kisha kërkuar fillon dhe më aplikohet pikërisht në kolonën që unë e bëra selektimin përkatës. Kjo kolonë mori një renditje të ngjyrave dhe ju do thoni unë nuk e shoh atë renditje nga më e ulta tek më e larta, sepse është përndar realisht të dhënat e tua nga më e ulta tek më e larta. Më të kuqe janë ato që janë më të ulta, ndërkohë që sa më shumë i afrohet vlerës më të lartë, ato bëhen gjithnjë më jeshile. Dhe për ta vënë re më shumë atë shkallën ose atë parashikimin që na u bë, i japim një sortim që do të thotë rendis të dhënat, dhe shikoni që tani pikërisht duke e sortuar rrogat e mia shfaqen nga më e ulta tek më e larta, dhe unë dalloj qartësisht se si shfaqet pikërisht shkallimi i rrogave të mia. Dhe siç bëra shkallëzimin e të dhënave të mia në këtë trajt me 2 ngjyra, mund ta bëj me 3 ngjyra, dhe në rastin konkret për ta bërë me 3 ngjyra nuk ka nevojë që të vete përsëri dhe ta selektoj. Pse? Sepse e kam krijuar këtë rregull, por shkoj te komanda conditional formatting, shkoj te nën komanda manage rules, nuk kam asnjë të zgjedhur sepse thot current selection, do t'i them this worksheet dhe shikoni që më shfaqet në rastin konkret cili është rregulli që unë kam aplikuar, dhe
në vend që të kem këtë shkallë që është me 2, do t'i jap edit, pra do ta editoj, dhe do zgjedh në vend të stilit 2, do të zgjedh stilin 3 color scale, që në rastin konkret shton një element tjetër që quhet midpoint, pra përveç vlerës që quhet vlera mesatare dhe vlerës që quhet vlera maksimale, kemi edhe një vlerë të mesme. Pa vlerat nga më e ulta deri tek më e mesmja, deri tek mesatarja do shkonin në trajtën nga e kuqja te ngjyra e verdhë, ndërkohë që nga mesatarja deri në vlerën më të lartë do të shkonin me ngjyrën nga e verdha në jeshile. Nëse klikoj OK dhe jap apply, shikoni që tashmë më ndryshon mënyra e shkallëzimit të ngjyrosur të qelizave të mia. Sepse në secilën prej tyre un kam ngjyrën përkatëse, këto vlera që janë me të verdhë janë afër mesatarës, vlera më e verdhë është mesatarja, ose le të themi vlera më afër nga të gjitha mesatarët. Vlerat me jeshile janë maksimalet, ndërkohë që vlerat me të kuqe janë minimalet. Mund ta ndryshoj përsëri, shikoni që po bëj disa modifikime, shkoj përsëri tek manage rule, i jap jo current selection for this worksheet sepse dua të punoj në këtë faqe, dhe në rastin konkret do jap përsëri edit këtij rulli përkatës, dhe në vend që të zgjedh 3 color scale do zgjedh një tip tjetër që në rastin konkret është data bar. Për shembull, data bari në rastin konkret merret specifikisht me secilën qelizë që ta shfaqë atë në trajt grafike. Pra, të mos të duhet të ndërtosh një grafik, po ta shikosh brenda qelizës se si është kjo vlerë krahasuar me vlerat e tjera. Dhe në rastin konkret, unë marr automatike minimumin dhe automatik maksimumin dhe i them që do më krahasosh minimumin dhe maksimumin dhe në varësi të kësaj do më krijosh një mbushje të qelizës. Në rastin konkret, në qoftë se qeliza ime është e plot, ajo do të mbushej plotësisht me këtë ngjyrën që un kam zgjedhur, që është ngjyra blu, po mund ta ndryshoj dhe do e bëj ngjyrë portokalli vetëm që ta vëmë re. Dhe nga ana tjetër, në qoftë se vlerat do të ishin më të vogla se sa maksimumi, se ka 1200, mënyra se si do të mbushej qeliza do të ishte gjithmonë në proporcion me maksimumin, pra sa përqind e maksimumit është ajo vlerë. Dhe kur un klikoj, gjithmonë kjo është automatike, mund ta ndryshojmë dhe ta përcaktosh ti kufirin, po neve po e marrim kufirin automatik. Dhe un klikoj OK, dhe shikoni që tashmë më është ndryshuar rregulli nga një rregull i cili ishte i shkallëzuar, tani jam në një rregull që merret saktësisht me një grafik brenda qelizës. Dhe kur i jap apply, shikoni çfarë ndodh me qelizat e mia. Brenda qelizave të mia shfaqet pikërisht ai shkallëzimi që ju përmenda. Vlera më e lartë në rastin konkret është vlera maksimale, ajo është plotësisht e mbushur. Ndërkohë që vlerat e tjera, të cilat janë më të vogla se sa kjo maksimale, nuk janë plotësisht të mbushura, por mbushen gjithmonë në proporcion me maksimum. Mendojeni që këto vlera nuk janë të shpërndara kështu siç kemi bërë, pavarësisht se ne kemi bërë një renditje. Kryesisht ato janë në një trajt të tillë, shikojeni pak. Kjo është një shpërndarje klasike e të dhënave, në të cilën ti kërkon të dallosh se cilat janë vlerat më të larta dhe ke shumë të lehtë vizualisht ta dallosh që këto vlera, siç është 720, 1200, kjo 588, 811 dhe kjo 792 përfaqësojnë vlera të larta. Dhe në rastin konkret, sigurisht që mësuam se si të merremi me formatimin e kondicionuar, nuk ka vetëm kaq, ka edhe të tjera formatimi kondicionuar. Për shembull, mund të shkoj te conditional formatting, të jap manage rules dhe në this worksheet do vetë ta ndryshoj rregullin tim nga një rregull që merret me grafik brenda qelizës në një rregull që ka të bëjë me ikona brenda qelizës. Për shembull, po zgjedh këtë icon set dhe në rastin konkret po shikoni pak me vëmendje, këtu shfaqen 3 ngjyrat e semaforit që është e kuqe, e verdhë dhe jeshile, dhe në rastin konkret qelizat tona do të merrnin ikonën përkatëse për secilën prej vlera. Do të ishte jeshile nëse vlera është më e madhe se 67%, që bëhet kalkulimi nga vlera minimale e maksimale, të verdhë nëse do ishte midis 33% dhe 67%, ndërkohë që të kuqe do të ishte më e vogël se sa 33%. Mund të ndryshoni stilin, mund ta ktheni në një trajt të tillë që për shembull vlerat e ulta ti bëni X, vlerat e larta ti bëni me një krabë dhe me një pikë çuditëse vlerat e mesme, dhe klikoni OK. Shikoni që tani është ndryshuar, është bërë icon set rulli dhe klikon apply, dhe në rastin konkret, megjithëse ju dolën këto vlera sikur nuk duket, bëni një zmadhim duke bërë double click tek qeliza që të dalin vlerat përkatësisht, mund ta zmadhoni vlerën që të dalin saktësisht, dhe shikoni që ikonat që neve aplikuam janë shfaqur, e vetmja pag që realisht ka marrë atë
krabën është vetëm 1200 çap, sepse ajo bën pjesë në atë listën nga 67% deri në 100%, ndërkohë që kemi vlerat të mesme që dallohen me këtë ikon dhe vlerat të ulta që janë me X në rastin konkret që supozohet që shefi duhet të rrisi rrogën këtyre personave të cilët meqense janë me pagë të ulët. Megjithëse ndodhet kundërta që shefat zakonisht ulin pikërisht atë që është më e larta në vend, sepse nëse unë ndryshoj, dhe kjo është një gjë që duhet ta vëmë re, nëse unë ndryshoj pagën, automatikisht edhe këto ikona do ndryshojnë sipas tendencës së rreshtin edhe javë. Për shembull, unë nëse e kthej nga 1200 e kthej 800, shikoni që më shtohet numri i të dhënave që janë në variablin e lartë. Keni parasysh që janë dinamike kushtet nuk duhet t'i reaplikosh, ato e marrin vetë realizimin në varësi të ndryshimit të vlerave të tua. Dhe ajo që po shohim ka të bëjë me formatimin e kondicionuar në rastin kur ti do që ti formatosh të gjitha qelizat e një kolone, po mund të merresh dhe me të gjithë tabelën. Por unë në rastin konkret do ta heq këtë rregull dhe do të shkoj tek manage rules, do të shkoj tek ky zgjedhje, mund të vetë edhe te this worksheet dhe klikoj delete rule që do të thotë aplikoje fshirjen e këtij rregulli, jap apply dhe tashmë nuk e kam atë rregullin që kisha për rrogën dhe do të shtoj një rregull tjetër. Shikoni me vëmendje, tani nuk do të merrem më me tipin e parë të rregullave, por do të merrem me tipin e dytë, i cili merret specifikisht jo me të tëra qelizat, por me disa qeliza që plotësojnë kushtet që ti jep. Dhe nëse unë klikoj tek format only cells that contain, sigurisht që këtu kanë disa opsione. Njëra është ka të bëj vetëm me ato vlera që ti do i vendosësh kushte, mund të ketë të bëj me tekstin përkatës, që ne mund të aplikojmë së bashku, me një datë përkatëse, mund të ketë të bëj me ato që janë boshe, qeliza boshe, qeliza jo boshe, qeliza me gabime, qeliza pa gabime. Unë do marr njërin prej tyre, për shembull po marr sale value dhe po i them që në qoftë se vlera ime është jo between, por do të zgjedh një tjetër, do të zgjedh më e madhe se sa 500. Në rastin konkret, po them që në qoftë se vlera ime është më e madhe se sa 500 euro, formatoje dhe klikoj tek format, do zgjedh vetëm fillin, mund të bësh formatim si të duash. Këto vlera që janë më të mëdha se sa 500, shefi nuk i ka qef dhe përjedhoj po i bëj me ngjyrë të kuqe, klikoj OK dhe shikoni me vëmendje që kur unë të klikoj OK, më doli rregulli që thotë në qoftë se vlerat e mia janë më të mëdha se sa 500, atëherë këto vlera ngjyrosin me ngjyrë të kuqe. Klikoj apply dhe jap OK dhe nuk më ndodhi asgjë. Pse nuk ndodhi asgjë? Nuk ndodhi asgjë sepse unë nuk ndoqa hapin e parë që ishte pikërisht hapi i zgjedhjes së qelizave ku kërkon të aplikohet ose kolonës ku kërkon të aplikohet. Atëherë për ta bërë ndryshimin, meqense nuk e bërëm fillimisht, ka një mënyrë tjetër që ti shkon tek manage rules, shkon tek this worksheet, të del rregulli yt dhe ti shikon që aplikohet vetëm në qelizën K8 dhe në vend që të thuash vetëm qelizën K8, klikon tek ky buton që quhet butoni i selektimit dhe selekton të gjithë qelizën përkatëse, që mund ta selektosh edhe si kolon përkatëse, kolona KK për shembull, në rastin konkret. Klikon enter dhe tani shikojeni që do aplikohet tek e gjithë qeliza, jap apply dhe vlerat që bëhen me ngjyrë të kuqe sigurisht janë të gjitha vlerat që janë më të larta. Normalisht edhe headeri bëhet sepse ajo e konsideron tekstin si një vlerë të pafundme. Sugjerimi është që ti të bësh zgjedhjet sakta poshtë headerit, pra shkon tek qeliza e dytë dhe zgjedh deri tek qeliza 21, jep enter dhe jep apply dhe shikoni që rroga tani kthehet ashtu siç duhet. Por siç aplikova një rregull, mund të aplikosh edhe më shumë se sa një rregull brenda një kolone. Ky është një rregull, ja të aplikoj edhe një rregull tjetër brenda kësaj kolone që është K2 K21. Tani do jap përsëri një new rule, do vetet format only cells that contain dhe pasi vetet e format only cells that contain, tani do marr cell value between, meqense e zgjolla më të madhe se 500, tani do ta zgjedh midis 200 ose më saktë midis 300-s dhe 500-s. Pra po i them që për ato vlera që janë midis 300-s dhe 500-s, do më bësh një formatim dhe formatimi do më ketë një ngjyrë tjetër. Supozojmë se këto janë vlera mesatare, po ja japim ngjyrën blu dhe klikojmë OK dhe japim përsëri OK. Shikoni që përsëri aplikimi bëhet mbi një qelizë të vetme, kështu që bëj mirë ta formatoj këtë pjesë, pra të zgjidh saktësisht qelizat e mia, K2 deri në K21. Dhe tashmë un kam dy rregulla. Një rregull që thot
për vlera më të mëdha se sa 500 në këtë kolon gjyrosim e të kuqe, për vlera midis 300 dhe 500 ndryshojmë dhe bëjmë me ngjyrën blu, kliko apply dhe shikoj që në rastin konkret ngjyrosen pikërisht ato vlera që janë midis 300 dhe 500 me ngjyrë blu. Dhe në rastin konkret po të klikoj OK, dallohet lehtësisht që kam bërë një formatim jo në të gjithë kolonën, por në ato qeliza që plotësojnë këtë kusht. Edhe tani, në qoftë se unë nesër më kërkojnë vlerat që ndodhin midis 300 dhe 500, e kam shumë të thjeshtë që të filtroj sipas ngjyrës dhe të zgjedh filtrin me ngjyrë blu. Dhe këto janë vlerat që e kanë saktësisht rrogën, le të themi entitetet që kanë rrogën midis 300 dhe 500 euro. I jap clear filter sepse e dua të gjithë variablin. Në të njëjtën mënyrë siç e aplikove në variabla numerik, mund të aplikosh edhe në variabla tekstor, për shembull të vesh dhe të zgjedhësh kolonën D, po zgjedh të gjithë kolonën D nga D2 deri në D21, po jap conditional formatting, manage rules, dhe në rastin konkret po jap për current selection një new rule, nuk do të dali rulli më përparshëm, sepse ke bërë këtë selektim, dhe do të jap format only cells, por tani në vend që të zgjedh vlerë, meqense vlera nuk është numerike, je i detyruar të zgjedhësh tekstin, specific text. Dhe në rastin konkret do gjej të gjithë ata persona të cilët ju fillon emri me shkronjën A. Dhe këtyre personave do ju a formatoj përkatësisht që ti ndryshoj shkrimin, t'ja bëj bold, pra ta bëj të theksuar, dhe jo vetëm kaq, por në rastin konkret do t'i ndryshoj edhe fillin, do t'ja bëj me një ngjyrë gri të errët, në ana tjetër tek fonti do të zgjedh ngjyrën e bardhë. Shikoni që tashmë që kam zgjedhur fillin përkatës, klikoj OK, ky do jetë preview-ja e asaj që dua, pra për gjitha elementet që ju fillon emri me shkronjën A, klikoj OK, më shtuar rregulli përkatës që në qoftë se unë hap të gjithë worksheetin, më dalin të gjithë rregullat që janë aplikuar në këtë faqe timen, klikoj apply dhe do shikoni që pikërisht emrat që selektohen me ngjyrë gri janë të gjithë emra që ju fillon emri me shkronjën A. Dhe ky është formatimi i kondicionuar, ka dhe gjëra të tjera brenda, të cilat unë nuk dua t'i shpjegoj sepse nuk kemi kohë për t'i shpjeguar të gjitha, por që po të futesh dhe t'i jap edit rule, ka për shembull mund të formatosh top 10 vlera, por mund ta ndryshosh këtë dhe të thuash top 5 values, pra 5 vlerat, dhe në fund fare të nxjerrësh 5 vlerat më të larta, 5 vlerat më të ulta dhe përcakton saktësisht dhe formatin. Ose kemi një tjetër që është vlerat që janë sipër mesatares, vlerat që janë poshtë mesatares, ose me standard deviation që janë pak më të komplikuara si statistika. Formatot të gjitha ato vlera që janë duplikate, ka shumë raste në të cilat ti kërkon të fshish vlerat duplikate dhe një mënyrë është që pikërisht i formatosh ato dhe më pas t'i fshish, dhe sigurisht është dhe mënyra më e vështirë që është duke përdorur një formulë që ne nuk do të merrem me atë, po ti shkruan formulën tënde që ti kërkon të marrësh dhe të bësh formatimin përkatës. Dhe shikoni, gjithçka automatizon procese që ty do të duhej t'i bëje manualisht. Workshopi sot në flet pikërisht për automatizimin e proceseve. Ne do kalojmë tek e treta e kësaj ligjërate që ka të bëjë me queryt. Shikoni që unë kam një tabel boshe, kam është një faqe boshe, nuk ka asgjë aty, dhe pyetja që lind është shumë e thjeshtë. A mund të marr unë të dhëna nga një tabel që më ndodhet diku tjetër, jo në këtë dokument? Pra, në rastin konkret, unë dua t'i marr këto të dhëna nga një tabel që është në një dokument tjetër në Windowsin tim. Pra, jo në këtë faqe që unë kam. Dhe sepse po të ishte në këtë faqe, atëherë mjafton të klikoja barazim edhe do shkoja përkatësisht tek faqja ku dua ta marr dhe jap enter dhe shikoni që formula ka dalë dhe ajo e merr vlerën përkatëse, por unë nuk dua të bëj këtë. Unë dua të marr një tabel nga një faqe tjetër, dua të automatizoj një proces që normalisht do ta bëja me copy paste, po që rrezikoj të gaboj gjithmonë me copy paste. Pra çfarë do bëja unë, do shkoja tek faqja tjetër, do veja të kopjoja, pastaj pasi ta kopjoja do ta bija këtu dhe nuk i dihet a do ta bëja saktësisht apo jo. Tani mënyra se si Exceli e zgjidh këtë problematik që ti ta automatizosh këtë proces, sigurisht quhet Microsoft Query, që do të thotë që në rastin konkret ti do ndërtosh një pyetësor dhe pyetësori del nga komanda data,
po të shkosh te komanda data, ke një pjesë në të cilën të thuhet gje të dhëna nga burimet të jashtme, pra get external data. Dhe në rastin konkret unë do vete ta gjej nga një burim tjetër, mund ta gjej nga Accessi, mund ta gjej nga webi, mund ta gjej nga një tekst i caktuar, por unë duhet ta gjej nga një Excel tjetër. Kështu që do i them në vend që të zgjedh një nga këto formate të gatshme, do vete të zgjedh Microsoft Query, ku unë bëj zgjedhjen përkatëse se cili do jetë dokumenti që do zgjedh. Kur unë klikoj te From Microsoft Query, një dritare më del e cila pyet se çfarë fajli kërkon të gjesh. Dhe unë do t'i them do më gjesh një fajl Excel dhe pastaj klikoj OK. Kur klikoj OK, më del vendi në të cilën unë kam dokumentin dhe unë po i them që e dua në C, në Documents, në Desktop dhe po marr njërin nga këta fajlet. Pra në rastin konkret e kam bërë zgjedhjen e direktorisë ku e kam fajlin dhe supozoj se është ky fajli përkatës, ja ky ose ky, nuk ka rëndësi, njëri nga ata. Klikoj OK. Më del pasi kam klikuar OK, pikërisht të dhënat që ndodhen në atë dokument, nuk e ka hapur dokumentin dhe nuk e hap dokumentin. Pikërisht Microsoft Query thjeshtëson punën sepse nuk ke nevojë që të hapësh dokumentin, të kërkosh për ato fajle. Dhe tani ty të shfaqet tabela që ndodhet në atë fajl. Dhe ti mund t'i japësh plusin dhe të tregohen kokat e asaj tabele, dhe unë supozoj se dua të marr duke bërë double click, ti i kalon disa të dhëna, ja unë po kaloj deri te unit price, nuk dua ti marr të gjitha të dhëna, dua të marr vetëm kaq të dhëna, mund t'i kthesh mbrapa duke bërë pikërisht duke shkuar te columns in your query dhe kthesh mbrapa, të kthehet mbrapa ajo, por mund ta kthesh përsëri para duke e kthyer në këtë trajt. Dhe mund t'i rendisësh, ja shikoni, duke e vendosur headerin të parin, pra këtu ti zgjedh vetëm ato të dhëna që do nga tabela jote që ndodhet në një dokument tjetër të cilin ti nuk e ke hapur, nuk ke nevojë të kopjosh gjithçka. Pastaj i jep next. Në momentin që i ke dhënë next, ajo të thotë që unë kam zgjedhur këto koka nga ajo tabel që ti ke zgjedhur nga ai dokument. Pas këtij momenti unë klikoj next dhe tani i jap përsëri next dhe në fund fare pyetja që më ngrihet është a do t'i kthej këto të dhëna në këtë faqe Exceli dhe unë po i them finish. Nuk ka mbaruar ende puna, sepse tani pyetja që ngrihet është në cilën faqe kërkon që ta vendos. Dhe unë do t'i them do vendosësh në këtë faqe, por në vend që të zgjedhësh qelizën D3, do vete ta ndryshoj qelizën D3 dhe do t'i them ma vendos në qelizën A1, pra po i them vendose në faqen Query në qelizën A1 dhe pasi të bëj këtë, klikoj OK. Shikoni që automatikisht në trajt standarde më ka ardhur ajo tabel me ato variabla që unë kam kërkuar pikërisht nga dokumenti që unë zgjodha. Dhe kjo është një mënyrë e thjeshtë e identifikimit të dhënave të tua. Queryt janë një nga gjërat më të rëndësishme që të lejojnë ty të komunikosh nga një dokument në tjetrin. Mirë, po queryt ka një problem të madh që nëse ti i lë rreth në këtë trajt, ato kur ti rihap tabelën, sepse ti mund të bësh ndryshime tek tabela e dokumentit tjetër, kur ti e rihap atë tabel këtu, normalisht ti nuk i jep rifreskim të dhënave. Për të bërë rifreskimin e të dhënave, klikon me të djathtën dhe i jep refresh dhe ajo normalisht bën rifreskimin e të dhënave. Nëse unë bëj ndryshime në origjinalin, në atë që quhet burim, patjetër ato pasi t'i jap refresh, normalisht më shfaqen në këtë dokumentimin. Po ka edhe një mënyrë tjetër, nëse ti klikon tek pjesa jote dhe të shfaqet komanda design, shkon te properties, ke një mundësi që të klikosh pikërisht tek fjala refresh data when opening the file. Pra sa herë hapet fajli, gjithmonë rifreskoj të dhënat e tua, që do të thotë që këto të dhëna ti mund t'i rimarrësh sa herë hap fajlin, pra mund t'i rifreskosh. Dhe kur unë e bëj këtë, e aktivizoj këtë, sigurisht që kam aktivizuar një opsion që sa herë të hap fajlin tim, përkatësisht ai të më bëj rifreskimin e të dhënave të mia. Përpos queryve, një term shumë i rëndësishme është hyperlinket. Hyperlinket normalisht shfaqen në dy forma. Hyperlinku është përsëri një mënyrë se si kërkon të shkosh në dokumenta që janë jashtë burimit tënd. Për shembull, unë do shtoj një hyperlink në trajt manuale pa formulë, sepse ka dhe me formulë dhe ne do ta shohim me formulë se si bëhet. Dhe në rastin konkret, supozoj se jam pikërisht në këtë element përkatës që quhet elementi hyperlink. Shkoj te qeliza G2 dhe këtu pastaj do të shkoj te komanda insert. Te komanda insert ti mund të shtosh lloj-lloj gjëra dhe ndërto është edhe komanda hyperlink. Te komanda hyperlink, nëse ti vetë klikon
në rastin konkret të del një dritare dhe unë po klikoj, del një dritare dhe thot çfarë fajli kërkon që ti bësh hiperlinkun. Dhe unë do të shkoj në desktop, që është desktopi im, ja tek është desktopi im, dhe do të gjej aty një fajl Excel që unë e di që e kam, për shembull është fajli solution 4. Kur unë vetë dhe zgjat dhe klikoj OK, shikoni që ky fajl u shfaq. Por në momentin që ti çon mouse-in pikërisht te ky fajl dhe ti klikon te ky fajl, ajo të thotë që do të hap këtë fajl dhe ti e hap dhe përkatësisht të hapet fajli përkatës veç me klikim. Pra ti shkove këtu, klikon, jep yes në qoftë se do, dhe normalisht ajo të hap fajlin përkatës. Kjo është mënyra më e thjeshtë se si shtohen hiperlinke. Ti në këtë mënyrë mund të ndryshosh një strukturë të dhënave të tua, pra ti mund t'i kesh të shpërndara të dhënave tua, ama mund të ndërtosh, le të themi, një strukturë se si e ke të organizuar, mund të thuash që këtu janë fajlet e mia, këtu mund t'i hapësh dhe s'ke nevojë të vesh nëpër dokumenta me radhë të kërkosh dokumenta, por mund t'i kesh pikërisht me hiperlinke. Ka dhe një mënyrë tjetër, kjo është e mënyrë manuale, ka një mënyrë tjetër që është mënyra automatike, dhe në rastin konkret, unë do zgjedh pikërisht këtë mënyrën automatike, po i fshi këto elementet që janë të tepërt për mua dhe do të zgjedh pikërisht cili është source pathi. Në rastin konkret ti nuk ke nevojë që të vesh dhe ta zgjedhësh, po vetëm e shkruan përkatësisht si e ke pathin përkatës ku ndodhet fajli dhe vendos dhe emrin e fajlit, po ashtu siç është saktësisht, dhe emri i fajlit saktësisht është në këtë trajt solution4.zlsx, që është entiteti që i përket pikërisht spreadsheetit tim. Në rastin konkret, mënyra automatike është me komandë, këtë rast nuk përdor komandën insert, por është me funksion, dhe funksioni është funksioni hyperlink. Kur ti hap këtë funksion hyperlink dhe hap klapat përkatëse, ai do pyet cili është lokacioni i këtij linku. Dhe në rastin konkret, ky lokacion nuk do të ishte gjë tjetër veçse source-i, që është qendiza A2. Gjithmonë dy element tekstor lidhen me njëra tjetër me këtë komandë nga tastiera që është komanda end. Pra end do të thotë dhe, pra ti lidh këtë që është pathi me solution 4, po dalloni pak. Pathi im ka një problem që do ta evidentojmë bashkë të gjithë. Në qoftë se unë tani i jap B2 dhe mbyll klapën, në rastin konkret kjo ma krijon fajlin përkatës. Unë nuk i dash një friendly name, sepse po t'i jap një friendly name, për shembull klikoj presje dhe jap një friendly name që do të thotë është emri im, ky brenda thonjzave gjithmonë duhet ta shkruash emrin tënd. Ky është fajli im, ja tek po e them. Shikoni që do dali ky është fajli im si emër tim, por në momentin që ti nuk ja specifikon këtë friendly name, normalisht ajo të nxjerr pathin përkatës. Pra kur ne nuk e kishim të zgjedhur friendly name-in, pra nuk e kishim vendosur presjen, normalisht ajo na nxirrte vetëm linkun. Po të klikoj te ky link, tani përsëri ajo do kërkoj ta hapi, por ajo thot cannot open the specified file. Nuk mund ta hap këtë fajl. Pse? Sepse ka një problem. Në momentin që unë kam ndërtuar këtë path, vihet re që slashet ose ato fraksionet që ndajnë pikërisht folderat përkatës të direktorive, users, MDDUMI, desktop, pastaj vjen solution 4. Duhet të ketë një slash pas desktop, pra ty të ndodhet në desktop ky fajl. Përjedhoj, këtu që është source path, ti bën ndryshimin përkatës, e automatizon procesin, gjithmonë po flasim për automatizim procesi, dhe në rastin konkret, ti thjesht i vendos që duhet të mbaroj si direktori, do futesh brenda asaj direktori. Mënyra se si futesh brenda një direktorie është duke pasur gjithmonë slashin në fund dhe klikon enter. Shikoni që tani pathi juaj u saktësua. Le të themi që ky është burimi që do të hapet. Dhe është pikërisht tek direktoria users, te direktoria MDDUMI, që është direktoria ime, te direktoria desktop, do gjesh fajlin solution 4 dhe tani kur ti klikosh plus, klikon aty tek ajo të hap fajlin përkatës. Në të njëjtën mënyrë siç ishte manuali, ju do thoni, po kjo është pak më e gjatë, nuk është më e gjatë, në fakt është më e mirë se sa e para, sepse këtu e ke gjithçka automatike, je ti që i shkruan pathet përkatëse ku të ndodhen fajlet e tua dhe emrat përkatës, të cilat dhe emrat mund të jenë dinamik në ushtrime të ndryshme. Dhe i jep saktësisht emërtimin që ti dëshiron, për shembull i vendos presje dhe mund të thuash që kjo është përmbajtja. Ja, vendosa brenda thonjzave përmbajtja dhe tashmë e ke fjalën përmbajtja, dhe nëse do të hapësh përmbajtjen, klikon te përmbajtja, i hep yes dhe ajo të hap dokumentin përkatës.
Dhe kjo ka të bëjë me procese automatike që kanë të bëjnë me marrjen e të dhënave nga jashtë Excelit, në dokumente të tjera Exceli. Si të hap këtë dokument Exceli, normalisht mund të hapësh edhe dokumente të tjera të cilat nuk janë Excel, sepse pyetja që mund të lindë është a hap vetëm dokumente Excel? Përgjigjja e vërtetë është jo, ti mund të hapësh çdo lloj dokumenti, për shembull po zgjedh një prej atyre dokumenteve, po e zgjedh vetëm ta shikoj si emër, që ta ndryshoj emrin përkatës, tek ky desktopi në rastin konkret, po zgjedh le të themi marrim këtë images, po jo image 3, ja, image 3 .png. Këtë do zgjedhim, do ta ndryshoj file name-in nga solution4.zlsx, pathi nuk më ndryshon, është i njëjti, image 3.png. Tani përmbajtja më ka ndryshuar dhe më hap specifikisht pikërisht elementi përkatës që është pikërisht kjo fotografi që unë kisha zgjedhur, ja tek është një limitik fx në rastin konkret. Pra mund të hapësh çdo file që ti dëshiron, mjafton që të kesh vendosur saktësisht emërtimet e atyre fileve përkatëse. Pasi për linkeve, një tjetër term që unë do ta përmendja janë sigurisht slicerat. Dhe slicerat janë po aq të rëndësishëm sa këto gjëra që kemi parë deri tani, por nuk kanë të bëjnë me tabela do, nuk kanë të bëjnë me tabela të cilat quhen të formatuara në mënyrë standarde ose jo standarde. Slicerat bëhen aktive vetëm në tabelat të cilat quhen pivot, dhe neve i kemi bërë tabelat pivot më përpara ose pivotet. Pra, në rast të parë që ti të përdorësh slicera ose element që thjeshtëzojnë mënyrën e punës tënde, gjëja që ti duhet të bësh normalisht është ta kthesh një herë këtë tabelë në trajtën e një pivoti. Pra do të thotë ta konvertosh këtë tabelë në trajtën e një pivot table, dhe për ta konvertuar ti shkon dhe selekton të gjithë tabelën, shkon te komanda insert, i jep pivot table dhe do jap pikërisht lokacionin në një worksheet të ri, që do të thotë një faqe të re, ja tek mushtua faqe e re, më dalin elementet përkatës që unë dua të shtoj në pivot table, dhe supozoj se unë dua të shtoj le të zëm emrin e plot, dhe po e vë si resht emrin e plot, po e lëviz pak të pjesë vetëm për efekt dukje, po vendos rrogën në rastin konkret te values, nuk dua që të merrem me shpjegimin e pivot table, sepse neve shpjegimin e pivot table e kemi bërë në një workshop më përpara, kemi bërë shtumën e rrogës në rastin konkret, dhe shikoni që ka dalë saktësisht emri përkatës i personave dhe shuma e rrogës. Pasi e kam bërë këtë gjë, tani që unë e kam pivot table, tani kam mundësi të shtoj slicerat, dhe do shpjegoj se çfarë janë slicerat. Slicerat janë opsione që të kthejnë të dhënat dhe përgjigjet që ti do në mënyrë të menjëhershme. Automatizon një proces që ti do ta kishe proces zgjedhje ose proces statistikor. Shikoni që neve kemi emrat përkatëse, kemi dhe rrogat përkatëse. Komanda slicer është menjëherë aktivizuar pikërisht tek komanda options, që ju ka dalë sipër kur ndodheni brenda pivot table. Kur jeni jashtë pivot table-it, ajo nuk është e aktivizuar. Kur juve jeni brenda pivot table-it, ajo është e aktivizuar, dhe në rastin konkret unë vetë dhe klikoj tek insert slicer. Ju dalin pikërisht slicerat e mundshëm, që slicerat e mundshëm janë gjithë variablat që ti ke. Dhe supozoj se unë do zgjedh si slicera pozicionin e punës dhe shkollimin. Ti mund të zgjedhësh sa të dua, unë po zgjedh këto të dyja. Dhe klikoj OK. Shikoni që automatikisht mua më dalin pikërisht slicerat përkatës. Në njërin krah është pozicioni i punës, në krahun tjetër është shkollimi. Dhe ju do thoni, po çfarë më duhen mua këto? Të dhënat e mia i marrin identitetin e tyre ose i japin saktësisht shumën e rrogës pa pasur parasysh asnjë filtr. Po supozoj se unë dua të di cilët janë analistët e të dhënave dhe sa është rroga e tyre. Mjafton të klikoj tek analisti të dhënave dhe shikoni që tabela ime automatikisht konvertohet në një tabelë më të vogël. Supozoj se dua të zgjedh analistët e të dhënave dhe korrigjuesit e të dhënave. Shikoni që tabela ime shtohet. Supozoj se dua të gjej analistët e të dhënave dhe korrigjuesit e të dhënave me shkollë të lartë, në rastin konkret, me shkollë bachelor dhe PhD, dhe unë zgjedh këto të dyja, dhe më zvogëlohet numri përkatës. Sigurisht që unë mund të shtoj këto element përkatës tek rreshtat e mi, ja po e shtoj tek rreshtat e mi saktësisht këtë element përkatës, dhe pasi ta shtoj tek rreshtat përkatës, vetë klikoj tek tabela, do t'i them e dua pozicionin e punës në kolona,
ja tek janë kolonat, po i lëviz pak slicerat që të duken, ja tek i kam analistët e të dhënave, korrigjuesit e të dhënave, sepse ato kam zgjedhur. Për ta pastruar një slicer, që do thotë të zgjedhësh gjithë të dhënat, ti klikon saktësisht tek ky butoni që quhet heqja e filtrit të slicerit, apo i heq dhe filtrin përkatës. Shikoni që këto janë të gjitha të dhënat e mia në rastin konkret, dhe këto të dhëna sigurisht që në rastin konkret më kanë ndërhyrë në tabelën time. Unë tani mund të bëj zgjedhjet përkatëse, mund të zvogëloj, mund të rendis, e në këtë mënyrë nuk jam duke bërë gjë tjetër veçse i lejoj vetes të kem në dorë një element që quhet elementi statistikor i menjëhershëm, pa më duhet të bërë shumë gjëra njëkohësisht. Unë vetë edhe kam përdorimin e slicerave që i kam pikërisht për elementit i përkatës. Për shembull, dua të gjej sa e ka pagën menaxheri të dhënave dhe çfarë arsimi ka, ja tek është, ky është personi dhe ja tek është paga përkatëse e këtij dhe dallohet që është dhe PhD nga shkollimi. Nëse dua të gjej për interpretues, shikoj që i gjithë interpretuesit janë me shkollë të lartë, ja tek janë interpretuesit, këto janë pagat e tyre, kjo është paga totale e tyre. Nëse dua të gjej hyrësit e të dhënave dhe interpretuesit e të dhënave, po aplikoj ndryshim vetëm tek njëri nga slicerat, se mund të bëj dhe të shkollimi, për shembull të zgjedh ata që janë me arsim të mesëm, ja tek janë të gjithë hyrësit e dhënave, nuk ka interpretues. Fakti që është aktivizuar nënkupton që nuk ka interpretues me arsim të mesëm, dhe në rastin konkret këta janë të gjithë hyrës të dhëna dhe kjo është paga e tyre. Slicerat përdoren në mënyrë masive në punën e secilit individ. Sigurisht që këto gjëra që po mësojmë tentojnë dhe kërkojnë të kapin elementet thelbësor të automatizimit të proceseve. Një tjetër gjë shumë e rëndësishme në rastin konkret është makrot. Makrot janë po aq të rëndësishme sa të gjitha gjërat që kemi përmendur, ama makrot të lejojnë ty të shikosh, të bësh gjëra në mënyrë të menjëhershme. Në fakt, makrot është ajo pjesa e Excelit që quhet pjesa programuese. Ne nuk do të merremi specifikisht me këtë gjë, do të ketë një workshop në të ardhmen pikërisht për këtë qëllim, që do të merret me trajtimin e makrove dhe jo që të mësoj saktësisht programimin, por që të mësoj koncepte që lidhen me punën e përditshme që bëjnë makrot. Unë do ju tregoj thjesht një koncept të thjesht për të parë se sa shumë gjëra të jashtëzakonshme mund të bëjë një makro. Supozojmë se kemi këtë fajl që quhet macro record. Shikojeni që formati i këtij fajli në rastin konkret ka kokën e tabelave me ngjyrë të verdhë. Dhe unë kam dhe një macro record tjetër, që është një faqe tjetër e kësaj faqe që kisha më përpara, dhe ajo ka po të njëjtin format. Supozoj se unë dua të ndryshoj pikërisht formatin kësaj kokës së tabelës. Dhe ta bëj me ngjyrë blu. Normalisht, po ta bëja në kompjuterin tim, mënyra si do ta bëja është do ta selektoja, do veja të zgjidhja ngjyrën blu dhe ja tek është përkatësisht ndryshimi. Për të bërë ndryshimin tek macro recordit 2 përsëri mund të bëja të njëjtën gjë, pra ta selektoja, ta bëja me ngjyrë blu, ose ka një mënyrë tjetër që ti të vesh të selektosh atë element që ti e ke formatuar dhe pasi e ke selektuar, klikon te Format Painter dhe pastaj shkon tek e reja, te faqja e re dhe ja jep formatimin përkatës. Po sigurisht që këto janë të gjitha veprime manuale. Mendo sikur ti të kesh 200 ose 300 faqe dhe të bësh një për një të gjitha këto veprime. Nuk quhet një punë efektive. Unë po e tregoj në kontekstin më të thjeshtë, të mundshëm thjesht për të treguar se çfarë mund të bëjë një makro. Makroa në vetvete regjistron veprimin tënd. Ai është një veprim i cili inteligjenca artificiale në rastin konkret e Excelit e merr dhe regjistron brenda memorisë së vet si një veprim të ruajtur që ti mund të aplikosh ku të duash, mjafton të klikosh në një buton. Dhe në rastin konkret, unë vetë edhe e regjistroj një veprim. Dhe mënyra se si regjistrohet një veprim është të shkon te komanda view, te komanda macros dhe aty jep record macro, që do të thotë regjistro një makro. Në momentin që ti regjistron një makro, duhet i vësh një emër asaj makro, dhe unë po i them emri 1, po ja vë si makro. Emri 1. Pastaj klikoj OK, kjo do të ruhet në këtë workbook, klikoj OK, pasi kam klikuar OK, ka filluar procesi i regjistrimit. Shikoni që në pjesën fundore ju tregohet që a macro is currently recording, pra po regjistrohet i makro, dhe në rastin konkret çdo veprim që unë do bëj në
failin tim në faqen time, automatikisht do regjistrohet dhe supozoj se unë do vete dhe do selektoj qelizën A1 deri në K1 që është rreshti i kokave dhe do i ndryshoj ngjyrën home dhe vete tek ngjyra dhe ngjyrën e bëj portokalli. Me kaq unë mendoj se më mbaron ajo që dua të regjistroj, sepse varet çfarë kërkon të regjistrosh dhe unë kaq dua të regjistroj sepse këtë dua të aplikoj në gjërat e tjera. Mbyll regjistrimin duke klikuar te butoni stop dhe pasi klikoj te butoni stop, vini re që po të shkoj te komanda view macros, më është krijuar te view macros një makro e re, është një makro 1 që unë e kam pasur që më përpara, po është edhe makroja që unë krijova emri 1 në rastin konkret. Dhe unë për ta aplikuar në faqen tjetër që e kam blu pikërisht këtë gjë, dua të aplikoj të njëjtën gjë, pra të mos më duhet të selektoj, të bëj format painter e gjëra të tilla. Çfarë bëj? Shtoj një buton dhe butoni mund të shtohet shumë kollaj, shkon te komanda insert shapes dhe zgjedh një nga këto drejtkëndshat dhe e vë këtu dhe shkruan butoni im. Dhe pasi shkon tek butoni im në rastin konkret, ja tek është butoni im, ky është butoni im, të cilit ti mund të ndryshosh formati sepse të është aktivizuar pjesa e formatit, mund të ndryshosh dhe ta bësh tamam në trajtën e një butoni. Ja për shembull mund të jetë kjo gria, një buton, mund të jetë kjo, varet kë zgjedh ti, gjithmonë stil. Dhe tani klikon me të djastën tek ky shape apo ky buton që ke klikuar dhe jep assign macro. Dhe pasi jep assign macro, në dritaren që të del, zgjedh makron që do. Dhe unë klikoj OK. Tashmë kësaj makroje ose këtij butoni ka marrë aktivizimin përkatës që nëse unë klikoj tek ky, shikoni që kur unë e çoj mausin tek ky buton ai ndryshon formë nga një plus kthehet në një gisht që do të thotë po e klikove do bëj një ndryshim, ja të klikoj dhe shikoni çfarë do ndodhi me rreshtin e parë, atë rreshtin e kokave. Ai automatikisht ndryshohet sipas asaj që regjistroj në rastin konkret. Provojmë dhe një teknik tjetër që të kuptoni se sa efektive është kjo gjë. Supozojmë se unë kam këtë faqen formatimi standard dhe unë dua që ta hap formatimin standard pikërisht nga një macro record, që të vete ta hap nga kjo faqe macro record ose nga kjo macro record 2. Tani do të shtoj dhe në fillim do bëj diçka shumë të rëndësishme. Do regjistroj veprimin tim dhe veprimi im ruhet në këtë trajt, shkoj tek view, tek macros, jap record macros, jap emërtimin tim, emri 2, supozojmë, dhe jap OK. Tani ajo pret çfarë veprimesh të bën, ka filluar regjistrimin e çdo veprimi që ti bën dhe unë do t'i them OK, do më regjistrosh që të shkoj këtu. Kaq është qëllimi im. Ky ishte regjistrimi që bëj. Dhe tani klikoj te macros, jap stop recording ose vetë dhe klikoj te ky stop recording këtu. Dhe mu krijuar në listën e makrove të mia, po të vetë view macros emri 2. Tani që më është krijuar emri 2, shkoj te macro record 2-shin dhe pasi shkoj te macro record 2-shin, shtoj një buton tjetër ose mund të marr dhe ta kopjoj këtë, klikoj me të djastën ose me CTRL, jap copy, pastaj jap paste, e lëvish poshtë butonit tim dhe këtu duke bërë double click ndryshoj emrin dhe mund t'i them faqja 1. Pra, ky butoni duhet më çojë te faqja 1, por kujdes, përderisa e bëra kopjim, do të thotë që ajo ka marrë atë makron e parë, pra nëse unë klikoj, ajo më ndryshon rreshtin e parë. Që unë t'i aplikoj makron e dytë që bëra, që është emri 2, duhet klikoj me të djastën, jap assign makro dhe pasi jap assign makro, klikoj tek emri 2 dhe këtu do të klikoj OK. Tashmë i është shtuar makro përkatëse faqja 1 dhe nëse unë vetë dhe klikoj te faqja 1, ajo automatikisht më çon tek faqja 1. Dhe ashtu siç bëra këtë gjë, mund të krijoj edhe këtu tek formatimi standard një faqe përkatëse në rastin konkret dhe po krijoj një makro, po jap record, dhe ngadalë po i afrohemi fundit, po japim emri 3, emrin përkatës, jap OK. Dhe tani në vend që të vete te formatimi standard, do vete te macro 2-shi. Kaq desha të bëja, jap stop recording, pasi jap stop recording, më shtuar elementi përkatës, vete te formatimi standard, sepse aty e dua faqen përkatëse, shtoj një buton dhe butonin e shtoj me një nga këto shape-et përkatëse, mund të bësh çfarë shape-i të duash dhe i bën assign macro, dhe këtu vendos makrot, po e shkruaj, pra është makrot. Dhe në rastin konkret do jap assign macro, klikoj me të djastën
assign macro dhe tek assign macro zgjedh emrin 3. Klikoj OK dhe tashmë shkoj te makro 2-shit, shikojmë se si do veproje gjitha kjo që sapo bëra. Janë veprime shumë elementare, por që thjeshtëzojnë punën tënde në mënyrë të tmerrshme dhe automatizojnë pothuajse të gjitha proceset në të cilat ti her pas here nuk di ku të shkosh dhe nga çfarë të bësh. Në qoftë se unë klikoj te faqja 1, dhe ja po klikoj te faqja 1, ajo më çon tek formatimi standard. Tani unë kam butonin makro dhe në qoftë se klikoj te butoni makro, meqense atë e regjistrova, ajo më çon tek faqja 1. Pra shikoni, ka një ndërthurje të menjëhershme mes faqeve. Mendojeni pak që ju mund të ndërtoni një faqe në të cilën keni saktësisht çdo buton për faqet që keni përkatësisht. Dhe makrot janë nga më të rëndësishmet që përdoren në rastin e automatizimit të proceseve. Sigurisht që sot pam shumë gjëra dhe mund të vazhdojmë të shohim edhe të tjera gjëra, por synimi ynë nuk është që të mësojmë pafundësisht gjëra në Excel. Synimi ynë është që këto gjëra që mësojmë, ti mësojmë sakt. Dhe unë shpresoj që të gjitha këto gjëra që juve pat ti keni kuptuar, por nëse nuk e keni kuptuar, mund të ndaleni dhe të filloni ti aplikoni dhe ti praktikoni vetë. Unë do të regjistroj këtë video dhe ju do keni mundësi të rishikoni disa herë dhe të ripunoni me veten tuaj. Në këtë mënyrë, çdo njeri prej jush ka mundësi të testoj veten në gjëra që ndoshta dhe i bën gabim. Nëpërmjet gabimeve mësohet ashtu siç e kemi shprehur dhe herë të tjera. Faleminderit që ishit në këtë workshop. Edhe një herë dua që t'ju rikujtoj që këto workshope kanë qëllim në vetvete që ju mësojnë se si të jeni profesionist të së ardhme. Ky ishte workshopi automatizim procesesh tabelare. Faleminderit që ishit këtu secili prej jush.